Me rastin e festës së Kurban Bajramit, Basia Fetare Islame e Republikës së Maqedonisë së Veriut organizoi manifestimin tradicional me moton Baklavaja e Bajramit, ku për mysafirët e shumtë ushtrua baklavaja tradicionale, simbolik e kësaj feste. Në fjalën e tij përshëndetëse, kreu i Basisë Fetare Islame, Reisul Ulema, Haxhi Hafiz Shaqir Efendi Fetai, tha se sakrifica nënkupton dashuri dhe përkushtim ndaj krijuesit, duke theksuar se vetëm me dashuri, respekt dhe devotshmëri mund të përmbushet misioni i njeriut në këtë botë. Ne jemi shumë të lumtur sonte që u formua një ambient i jashtëzakonshëm ku pranuam urime të përzemërta nga të gjithë të pranishmit. Ne ju falenderuam për prezencën e tyre, andaj lut madhe në Zot që kjo festë të ndikojë në shpirtin tonë, në zemrat tona për paqe, tolerancë, mbarësi, suksese të reja në jetën e secilit individ, në afërsi në mes njerëzve, solidaritet, bashkëjetesë dhe në këtë mënyrë së bashku qëllimi kryesor të jetë që gjithmonë të lëvizim drejt të vlerave madhore për të mirën individuale, familjare dhe shoqërore në përgjithësi. Edhe një herë falenderimet veçanta në emër të Bashkisë Fetare Islame për kohën dhe momentin që ja kanë dhënë sonte Bashkisë Islame me qëllim të shtimit të gëzimit tonë të përgjithshëm. Në këtë manifestim morën pjesë përfaqësues të trupit diplomatik, personalitete nga jeta politike, fetare dhe akademike në vend. I pranishëm ishte edhe kryetari i Kuvendit të Republikës Maqedonisë së Veriut, Afrim Gashi, i cili uroi qytetarët për Kurban Bajramin, duke dëshiruar paqe, mirëqenie dhe tolerancë mes njerëzve. Në emër të deputetëve, në emër të gjithë qytetarëve, shfrytëzoj rastin përmes juve, përmes mediave, gjithë qytetarëve t'u uroj edhe një herë Bajramin, këtë festë të madhe, të sakrificës, të harmonisë mes qytetarëve, të bashkimit të zemrave dhe të shpresës se çdo ditë më tepër duke punuar bashkërisht me sakrificë mund të bëhet më mirë në vendin tonë. Ju dëshiroj gjithë qytetarëve shëndet mbi të gjitha dhe të bashkohemi në këtë rrugë bashkërisht njerëzore për të shpërndar paqe, mesazhe pozitive, energji pozitive, të bëhemi bashkë në projektet e përbashkëta që janë të mirën e gjithë qytetarëve, por edhe nëse kemi mendime ndryshme për disa çështje, demokracia e toleron dallimin ndryshe dhe preferon, por jo edhe ndasit e mëdha mes qytetarëve, sidomos fjalorin e urrejtjes edhe përplasjet mes qytetarëve. Pikërisht këto festa, Bajrami i madhe i vogli si që njihet ndër shqiptarët, është pikërisht momenti kur gjithë ne duhet të reflektojmë dhe unë personalisht po besoj që gjithë qytetarët kthehemi nga vetvetja, mundohemi të reflektojmë pozitivitet dhe urojmë e kemi gojën plot fjalë të mira e mesazhe pozitive për të gjithë. Mesazh urimi për besimtarët musliman përcolli edhe drejtoresha e Komisionit për Marrëdhënie me Basitë Fetare dhe grupet religjioze Olivera Trajkovska, e cila vlerësoi bashkëjetesën dhe respektin ndërfetar në vend. Ajo theksoi se Kurban Bajrami nuk është vetëm festë e Basisë Fetare Islame, por një festë që promovon respektin dhe afërsinë mes komuniteteve të ndryshme fetare në Maqedoninë e Veriut. Praznikut koј што се празнува помеѓу муслиманите денеска не е само празник. Festa e cila festohet sot në mesin e muslimanëve nuk është vetëm festë e Basisë Fetare Islame. Në Maqedoni jetojnë shumë basi fetare, të cilat në mënyrë të përbashkët, të integruar, bashkëjetojnë në këto troje dhe midis tyre tregojnë një respekt të vërtet. Pikërisht për këtë arsye, sot të gjithë ne, nga basitë ndryshme fetare, jemi të pranishëm për të treguar respekt dhe së bashku të festojmë Kurban Bajramin, sepse ndryshueshmëria është një sfidë e vërtet. Mirë po, respekti ndaj tjetrit që është ndryshe nga vetja është një vepër e cila tregon, nëse ju e mbani vërtet Perëndin në zemër, nëse i doni të tjerët, nëse i respektoni ata. E këtë do ta tregojmë, ja, në një mënyrë të tillë më të zakonshme, kur me pranin tonë do shprehim respekt ndaj tjetrit që është ndryshe nga ne. Manifestimi Baklavaja e Bajramit tashmë është ndëruar në një urë tradicionale komunikimi që promovon vlerat e harmonisë dhe bashkëjetesës ndërfetare në Maqedoninë e Veriut.